Pra KQZ-ja ka përfunduar me numërimin e votave e shpejta edhe kësaj radhe dhe nga votat VV dele para me 22.91%, PDK me 21.12%, LDK me 17.58% dhe AK me 7.16%. Sot me ne janë Toma Visari dhe Besniku për t'i bërë një analizë asaj që ndodhi dje. Mirë se erdhe. Mirë se gjemë. A ja bojmë na fillimisht një analizë nga pamja jashtë. Qysh dush bëne analizën se lëvizja vetëvendosje ka dalë fituse. Edhe me qenë se tash është hera e 5 faktikisht që lëvizja vetëvendosje del fituse për këto 5-6 vite që e majtë zgjedhjet. Ajo çfarë nuk besoj as një qytetari i Republikës Kosovës ka dashur do të thotë që të shkojmë në zgjedhje të përsëritura të jashtëzakonshme. Kjo ka ndodhur gjithpedim për shkak pamundësisë së zgjedhjes së presidentit dhe tani shpresojmë që partitë politike të gjitha, duke filluar prej lëvizjes vetëvendosje deri tek kjo që ka fituar më së paku që është Aleanca, të gjejnë mënyrë për të bashkëpunuar mes veti dhe që mos përsëritet situata e djeshme në kuptimin që të shkojmë në zgjedhje të përsëritura pas 3-4 muajve. Ajo do të ishte faktikisht themi kështu diçka më e vështira, më e rana për qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Duke pas parasysh që vetëvendosja gjithmonë dele para, tash unë nuk e di politikanët e shohin që është përgjegjësia e saj kryesore, por definitivisht jo e partisë më të vogël, që tentojnë të gjejnë një gjuhë përbashkë, të thotë për formimin e institucioneve të Kosovës që dalin nga dita e djeshme. 200.000 vota më pak, ndërkohë që është në shumë shpesh, madje edhe mbrëm, u thanë atë fjalimin që kam pritur shumë, kanë dashur shumë më mirë. Dhe më thonë, 60%, bi 60%, u bë virale deklarata e Agim Batirit më pas që është sigur 61% shim. Ajo se cila parti politike del për me fitu. Unë po menoj s'ka logjikë normale, sjelljes normale që partitë politike dalin për me humbë. Dhe sigurisht që vetëvendosja, pretendimet, dëshirat kanë qenë që të fitoj shumë ma shumë. Por duhet ta dim që zgjedhjet nuk janë fontan dëshirash, por është fontan, themi kështu, kushtimisht e dëshirave të popullit, të qytetarëve të Kosovës që votojnë. Dhe kjo mënyrë perfekte ka qenë e organizuar ditën e djeshme, siç e thatë edhe ju. KQZ-ja ka bërë punë të mirë, nuk na ka lënë në amulli, do thotë që të presim rezultat për një periudhë më të gjatë kohore, mirë po. Dalja më e vogël zgjedhja, prandaj ka qenë më lehtë. Dalja më e vogël, do thotë tash un kam një lloj arsyetime, shtjeu numi, do thotë në Shënxhen, jo situata tjera, mirë po këto vota që kanë mungu, nuk do thotë që do të ishin gjithat vetëvendosjes. Mirë po, prapë e them, vetëvendosja nuk ka garu me vetveten. Se nëse e marrëm që vetëvendosja po garon me vetveten, atëre po i bie që ka humbur në raport me zgjedhjet e vitit kaluar 28 dhjetorit, mirë po vetëvendosja ka garu me gjitha partitë politike, kuptimin po e them me 3 partitë politike shqiptare, ato të cilat tash për tash janë në opozit, të gjitha i ka mujt dhe nëse është problem logjik për me kuptu kush ka fitu edhe kush ka hub, thjesht siç e thatë edhe ju, numrat e KQZ-s deklarojnë qartas. Tunë për shkaqet, vetëm pas pak marrim edhe një mendim përgjithshëm nga Besniku dhe Visari për rezultatet preliminare në nivel vendi. Do të me përshëndet Komisionin Qendror Zgjedhjeve që edhe njëherë këto zgjedhje kanë kaluar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe sidomos te procesi i numërimit i cili u realizua për një kohë rekorde, kështu që duhet m'ia dhon atributet njerëzve që punojnë këtë vend. Urojmë dhe shpresojmë që nuk do të ketë probleme sikur herën e kaluar realisht te votat e deputetëve, sepse po besoj që thash vëmendja dhe përqendrimi është me shku procesi i rregullt edhe te ndarja e deputetëve. Toma e bani ma tepër një përshkrim të situatës e so analizë, sepse analiza besoj do të më bazu në disa gjana të tjera, në bazë edhe të ambicjeve dhe pretendimeve që i kanë pas partitë politike dhe ja shumë e rëndësi, sepse lëvizja vetëvendosje në dhjetor i ka pas 51% dhe s'ka arrit mi kriju institucionet. Pra, nëse shkojmë dhe bazohemi në ato se kush ka fitu zgjedhjet, absolutisht fituesi pa diskutueshëm është lëvizja vetëvendosje, sepse është rezultati i qartë, është numri i qytetarëve që ka përcaktuar këta dhe përqindja, por nëse i analizojmë ambicjet dhe pse kemi shkuar në zgjedhje, atëherë nuk mund të themi që lëvizja vetëvendosje është fituese. Pse? Sepse nëse me 51% nuk kemi arrit me zgjedh presidentin e vendit, qysh kemi me zgjedh me 42%. Do të thonë, arsyeja pse lëvizja vetëvendosje potencialisht ka qenë një prej shkaktarëve normalisht me ndihmën kushtimisht partive tjera opozitare me shku vendin zgjedhje është sepse po dojmë me zgjedh vetë presidentin se s'po mundna më marrë vesh me partitë opozitare. Tash me këtë përqindje qytetari e ka dërguar një mesazh të qartë
Mesazhi që ja ka dhënë qytetari i Lëvizjes dhe Vendosje, e cila i ka 130.000 vota më pak nga votuesit rezident në Kosovë. Ta kemi parasysh se alos janë numëru votat në diasporë, i ka pas 429.000 vota, tash i ka 299.000, që do të thotë 130.000 vetë në Kosovë kanë refuzuar me ja dhënë edhe një herë besimin Lëvizjes dhe Vendosje. Edhe 40.000 tjerë parapërsisht janë që e kanë ndëshku PDK-n. Pra kësaj radhe, nëse e marrim numrin e përgjithshëm e bëjmë një analizë taman nëse bëjmë analizë, 170.000 vota na mungojnë, krahasimisht me zgjedhjet e dhjetorit. Këto 170.000 vota, 130.000 janë dëshkim për Lëvizjen dhe Vendosje dhe 40.000 të tjera janë dëshkim për PDK-n. Por një diçka tjetër me rëndësi, unë e kam cekë edhe dje. Dy humbësit më të mëdhenj këtyre zgjedhjeve janë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Dhe vazhdoj me ripotencu. Pse? E para Albin Kurti nuk i ka arrit as për së afërmi ato ambicie që i ka paraqit, dhe e dyta as Vjosa Osmani nuk ka arrit as për së afërmi me ngrit votën e LDK-s. Përkundrazi, pak i ka pas 119.000 vota LDK-ja, tash i ka 122.000, domethënë janë 3.000 vota rritje që i ka bë Vjosa Osmani, që nuk është as për së afërmi nga pritjet që i ka pas edhe nga figura e saj që është besu që mundet me arrit. Në anën tjetër, qenë edhe prej tjerëve, jo vetëm prej Vjosës. Fitues moral i këtyre zgjedhjeve është Ardian Gjini për mua. Sepse ta kemi parasysh edhe këtu na për studia kemi diskutuar shpesh, edhe ka qenë një lloj targeti gjatë gjithë kohës Aleanca për Arminë e Kosovës që do ta ketë shumë vështirë me kalu pragun. Dhe kjo nuk është bërë vetëm në një studio, por në shumicën e studieve është diskutuar që në kësaj radhe siç duket karremi i radhës do të jetë ka qenë nisma tash i radhës do të jetë Aleanca për Arminë e Kosovës. Kështu që Ardian Gjini, domethënë Aleanca ka qenë bashkë edhe me LDK, pa ambicet e LDK-s kanë qenë tjera dorë në zemër. Aleanca është e vetmja parti e cila e ka arrujt komplet numrin e votave që e ka pas në dhjetor, edhe ashtu kështu Aleancën që të vota sillet. Nëse i shohim kështu në mënyrë kronologjike, historikisht Aleanca gjithë kjo pari që shumë lehtë të kalohet edhe praua me vazhdimisht kanë bërë analizë. Fatmirësisht dalja e qytetarëve është 37%, sepse me një dalje pak më masive qytetarëve po besoj që partitë opozitare me këtë trend të Lëvizjes dhe Vendosjes ndoshta kishin psuar debakël më të madh, se tash Besniku në analizën e vetë për merë krahasimin mes dëshirës dhe asaj që kanë marrë partitë politike, unë analizën e bëj pak më ndryshe, bëj me atë që kanë marrë partitë politike, kështu që partitë politike kanë marrë një mesazh shumë qartë, jo vetëm Lëvizja dhe Vendosje, po secila prej tyre nga qytetarët e Republikës Kosovës. Qytetari i Republikës Kosovës dje ju ka treguar që me vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës nuk ka të drejtë të luaj askush. As një individ i cili para vullnetit qytetar vendos egot e tij. Edhe dje kishte një deklaratë shumë interesante që u diskutoi shumë kjo që votuesi kosovar është shumë i zgjuar. A e tregoj me këtë rezultat dje? Patjetër. Votuesit tanë e dëshmuan edhe një herë, por gjithsesi na si popull e dëshmuam edhe një herë që jemi popull që as nuk shitet e as nuk manipulohet, sepse e kemi pas për gjatë këtyre 2 javëve kogja shumë atë trëmputimin e atyre 100 eurove të cilat i dha qeveria, edhe që në mas të madhe do t'i blej votat, sigurisht ashtu Lëvizja dhe Vendosje do ta prekte përsëri 50% dhe nuk do të kishte 9% më pak. Dhe kjo është një dëshmues i qartë që qytetarët e Republikës Kosovës janë ata të urtit të cilët nuk nguten, po kur e kanë mundësinë veprojnë. Edhe bojkotimi i zgjedhjeve në këtë lloj forme, pa zhurmë të madhe, tregon që qytetarët e Republikës Kosovës janë shumë të zgjuar edhe do të vazhdojnë. Përveç renditjes klasike, vendi i parë, i dytë, i tretë, kush për ty janë fituesit dhe humbësit në këtë mënyrë se si e analizoj edhe Besniku pak më parë? Për mua janë 2 fitues. Është Aleanca për Arminë e Kosovës, që edhe një herë dëshmoj që pragu nuk është problematik sidomos në këtë situata, nuk e dim çfarë do të ndodhte me një numër më të madh daljes qytetarëve, edhe Partia Demokratike, e cila ka arrit me mbajt boshtin e vetë të votës. Jo, disa të lut në 50.000 vota, 40.000 vota i ka humbur të fitus. Nëse flasim për fitus e harru listën sërbe. Po thojna është fitus të Lëvizja dhe Vendosje që ka dalë parë ka humbur 200.000 vota. Ma po thojna që vetë Vendosje e po. Nëse flasëm për 2, unë në sytë e mi shot 2 fituse. Shot PDK-n, ku unë për veti kom pas pritshmërit që ka me ra bilet të 17%, për shkak të krizave të brendshme. PDK-ja ka pas 40.000 vota. PDK-ja ka pas krizat të mëdha të brendshme, brenda sajnë edhe është prit që mos me pas këtë rezultat.
është prit... S'ke prit që BDK-ja për absolutisht diskutuar, për shembull për zotrin Limaj, pastaj disa... Po sigur mos ishte Limaj, këta nuk do të kishin marrë që të rezultat. BDK-ja i ka pas 190.000 vota, i ka 147.000. Po në rregull dhe? Vasilian, kështu, po dihet që për vetvendosjen që është fituese, definitivisht nuk kemi shka me diskutu atë, por nëse e marrim për shembull raportin mes PDK-s dhe vetvendosjes, PDK-ja është fiks 2 fish ma pak se vetvendosja. E tash PDK-ja do thot me atë çfarë ka deklaru spaku, kështu e kam dëgju kryetarin e PDK-s që është rujt vota, nuk besoj që dikush del zgjedhje për me rujt votën, po del zgjedhje për me ngrit votën. Ka rujt votën atë. Mirë. Po e ka rujt votën. Po prit pak ka humbur 40.000. Mirë. Po tham që kemi 170.000 ma Po pak. tash unë s'mund mi thon kërë 100 fjalë për një herë, po do të mi thon në kronologji. E përveç që se ka rujt votën, do thotë e ka humbur. Dhe kjo është befasi domon ma e madhja në prizmin tim për shkak se ka qenë edhe kalkulimet me zotin Limaj, por ajo nuk është duk shumë serioze. Dhe mendojnë që ndoshta kjo edhe ka shku në raport negativ për shkak se nuk ka rriten me bën një koalicion të miqve, do thotë pa shumë propagandë, pa shumë shkresa, që thjesht nisma të shkrihet në PDK-n, sepse ka dalë nga PDK-ja. E tash nuk e di përkrahja është tepër themi kështu e vak, ky termi që përdoret, do thotë tepër pak në variantin tjetër. Po që se me kohë do të nisma do të shkrijej në PDK, do t'i bashkohet definitivisht PDK-s, atëherë ndoshta ka mujt rezultati të jetë paksa më i madh. Ajo që mua më ka befasu do thotë për skeqi është LDK-ja. Posaçërisht kur ata do thotë trumpetun me Vjosa Osmanin se do thotë sipas tyre, këta që do ta mujnë vetvendosin, po do t'i mujnë gjitha partitë politike, dhe ata dolen me propozimin që do ta kenë presidente, kryeministër, apo që partitë politike hyrën me qëllim me fitu. Edhe ata e ka pas këtë... Po, krejt kanë hi me fitu, ako i pjanisëm ndryshe. Me fitu ka hy edhe Aliansa, me fitu ka hy edhe LDK-ja, edhe PDK-ja dhe vetvedosje. Asnjë prej tyre s'ka hy me hup, pa ato çfarë kanë thonë ata. Të thotë që tuja se është një lëvizje e re e djathtë. Ti ke qenë shumë shpesh në këtë studie, si ti, ata të cilët natyrisht e mbështetin vetvendosjen. Por edhe nga vetvendosja, nëse i ke dëgjuar këtu, ata kanë qenë të bindur që 60% do të arrihet shumë lehtë. Kështu që tash jemi në 42%, 23%. Ti si moderator dush veç me na leju me sqaru. Po, vetëm nëse po e përmendet pjesën tjetër, bëvi pak ferë edhe në këtë anën tjetër. Në raport me ata që na shohin, jo më bë ferë në raport me ty. Jo, me të dy anët, me të dy anët në këtë rast, për partitë po flasim, si të fol për vetë. Është thonë nga LDK-ja me Vjosa Osmanin, sepse Vjosa Osmani më herët ka qenë e larguar nga LDK-ja, ka qenë me vetvendosjen për 5 vite. U kthy LDK, do thotë ka qenë propagandë tepër e madhe, saqë ata që nuk i kanë ditë raportet politike kanë mujt me besu, sigurisht pa kurfar baze që do ta kaloj edhe vetë lëvizjen vetvendosje kjo nuk ka ndodhur. Ajo që për mua është dëshpëruese është që sa kom pa ditën e sotme do thotë ka pas raportime të ndryshme. Dikun ka pas raportime që Vjosa Osmani ka sjell 1000 vota në LDK që është katastrofë, dikun ka pas 2750 vota që i ka sjell në LDK që prapë është katastrofë, po dikun që po themi edhe 3000, po jo 3001. Do thotë mirë, po nëse një presidente e cila ka pas pozicionin pjedestralin më të lartë në shtetin e Kosovës, sepse me qenë presidente, do thotë në pozitën më të lartë shtetërore. Edhe pastaj, mos me arrit do thotë që ta ngresë bindshëm numrin e partisë të cilës ju ka bashkangjit, besoj që ka edhe i natë të lloj-llojshme, por kjo ka qenë ajo që mua më shumë tim ka dëshpëru, sepse a duhet të jetë Vjosa Osmani në Parlamentin e Republikës Kosovës si deputeti, definitivisht po. Ajo pjesa tjetër pastaj do thotë që e kam dëgju me zan, sepse unë kam prirje fort me besu ato të shkrumet, pa e një me zan. Për deklaratën e saj do thotë që nëse muj me parafrazu drejt, që tash vetvendosja nuk ka asnjë arsye që mos ta propozoj si presidente e shtata apo çfarë ka deklaruar. Do thotë kjo definitivisht pranon në mënyrë direkte që pa vetvendosjen presidente ai nuk rizgjedhet. Unë kom qenë për presidentet Vjosa Osmani, posaçërisht po mrej të rizgjedhet edhe për një mandat, posaçërisht kur vetvendosja ka pas pi 51.1% dhe një mandat tjetër nuk besoj që do të ishte i damshëm për vetvendosjen, po kuptimin për shtetin, sepse partitë ndrohet, shteti mbetet. Nëse më lejon, kjo deklaratë e Vjosës, a mund të lidhet edhe me atë që ajo mendon se kjo është një përgjigje prej popullit kundrejt Albin Kurtit, pse vetvendosje nuk e kanë votu për presidente, si një lloj mesazhi që nuk kanë arsye më pse mos më bë presidente, sepse kjo është përgjigjja që populli po i jep për gjitha që është shkaktuar nga lëvizja vetvendosje. E qartë, sigurisht që ka mund të jetë,
po mre ka mund dikush ta kuptoj përgjigjen qysh për e thoni jo. Nëse ajo kishte sjell themi me 10 mia, për shembull nëse kishte qenë afër, nëse kishte qenë partia e dytë, po jo sa PD-ja. Po për shembull për marr për me qenun e i qartë në raport me ata që na shohin, vetë vendosja 43, po thojnë apo rrumbullaksojmë. Edhe nëse ajo kishte qenë dikun te 35-shi, 40-shi me LDK-n, atëherë definitivisht deklarata e saj kishte qenë shumë e bazuar, edhe ish dashur edhe vetë vendosja me menu 2 herë që e propozon apo jo. Mirë po tash deklaratat publike kanë qenë të mëhershme, sepse kjo ndërlidhet me atë që Vjosa Osmani nuk po don mi besu Albin Kurtit, respektivisht lëvizjes vetë vendosit që nuk ka pas votë të mjaftueshme për zgjedhjen e saj për presidentin, kuptimin e formimit të kuorumit, 80 deputet, me shku do thot me votu në kutin për kundër apo me abstenu. Tash kjo deklaratë e saj do thotë në prizmin tim nuk po ka ndaj kuptim të madh, ndaj besueshmëri të madhe se ka sjell tepër pak vota në raport me peshën e saj si ish presidente. Çto mundohet me thonë. Ai analizoi pak fjalimet mbron se u diskutua shumë për to. Domethënë festën që vetëvendosi organizoi, fjalimet folën një pjesë e mira, folimi Moza Kusari, natyrisht më pas edhe Kurti në fund, foli edhe Glauku po, Konjuca, kështu që kanë qenë edhe Donika ka folur. Po, kanë qenë fjalime më të përmbajtura, se sa që jemi mësu zakonisht, Vjosa Osmani, sipas leximit tim, e çoi një mesazh drejt lëvizjes së vendosjes që e vetmja formë e bashkëpunimit me LDK-n është nëse ajo bëhet presidente. Kurti ja çoi një mesazh se ai tha që do të dalim në darka, do diskutojmë. Kurti e boni të qartë, ta kemi parasysh nisën, nëse i lexojmë gjanat sipas dëshirës, atëherë është mirë me i lexu në kafe, po këtu duhet me i lexu gjanat në realitet. Jo, 130.000 njerëz që nuk e kanë votu. Jo, këtë herë do të edhe mja udhon dorën exit pollër se bolli kemi kritiku. Kur 130.000 njerëz pushojnë, do më thonë, sabotojnë, edhe ajo është mesazh. Lëvizjen e vendosjes ja kanë sabotuar 130.000 qytetarë, ja kanë thënë mesazhin. Tash nëse ti e merr lexon mesazhin sipas dëshirës tonë është diçka personale, po duhet me lexuar mesazhin e qartë. Edhe për këtë rezultat pra ka interpretime të ndryshme në kuptimin kush kë e dënoi. Kushtimisht po themi në vot. 130.000 njerëz po thonë i nderuam Albin Kurti, je në rrugë të gabuame. Nuk ta përkrojmë rrugtimin tënd të vetëm për me pas 60% për me zgjedh vetë presidentin, për me zgjedh vetë institucionin. Ti duhet me shku bënu bashkë për të qytetari o burr, bënu bashkëpunonjë që na morët në qafë. Domethënë që kjo është mesazhi i qartë që po ta jep. Kur ty nuk dalin 170.000 njerëz, kanë dalë më pak në Kosovë. E di çka do të thonë kjo? Ky është mesazh një parti politike që i kish pas 170.000 vota, tash llogaritë tash në përqindje sa kish dalë këto. Me 170.000 vota, veç para mendon, e kish dalë partia e dytë me më shumë ofër 25-6 po i bën. Një parti politike me qytetarë vojza s'ka dalë në vota. Këto nuk mundon na këtë mesazh me minimizuar, domethënë, jo u kryq atje ka fitu dikush ose ka humb dikush. Vjosa Osmani ja ka dërguar mesazhin që nuk e kemi obligim të bëj gjithçysh presidente. A kupton, në rregull është, e ke ruaj që votën që e ke pas në 10 orë, por kjo nuk është standardi dhe kërkesa që e ke pas ti. Albin Kurtit nuk është kjo kërkesa jote, zot nisë ke dalë ke thonë bloku opozitar. E që ky bloku opozitar të ka mujt. Po, nëse marrim se Albin Kurti i ka 200. Jo, të ka mujt. Se Albin Kurti i ka 299.000 vota. Nëse shikojmë vendet ku kanë fituar. Albin Kurti i ka 299.000 vota, bloku opozitar i ka 320.000. Nëse ky ka paraqit prej fillimit bloku opozitar, në çdo paraqitje televizive, Albin Kurti ka thonë bloku opozitar, ka dashur me i paraqit bashkë. Që ky bloku opozitar që tash i ka 320.000, ti i ki 299.000. Po flas për votat e qytetarëve që jetojnë në Kosovë. Po, që kjo është me deputetët e tjerë. Leximin e qytetarëve duhet me bëj të qartë. Kur qytetari ta jep këtë mesazh, ti duhet me kuptuar që është ka të kërkon me bashkëpunu, s'është ka të lyp diçka me zbulu tre. Veç ka tët. Nuk kemi arrit ambicit e tua që mund me qenë herë edhe për dikon të shfrenume, po du me i pas krejt. Se vjen momenti që të dënoj. 170.000 njerëz i kanë dënu krejt partit politike, mas shumë të vetëvendosjen. Se janë 130.000 votues më pak. Kurti e thënë që Kosova ka edhe kryeministër, ka edhe president. Jo, sa i përket deklarata, veç po e mbaroj. Dëgjoj, na e po fjalimin më të gjatë e mbajti Glauku Konjuca. Unë dje. Ma shumë se sa Albin Kurti na foli Glauku Konjuca. Po e mira është që Albin Kurti e boni një thirrje tjetër. Thirrja Albin Kurtit ishte që me njëherë do të shkojmë, do të ulemi me partitë e tjera, do të fillojmë bashkëpunimin, që ta kum dash me dëgju që sa koha mirë. Edhe që kjo është dëshira e më e madhe është me i pa këta njerëz bashkë, që për një me flasin me emra konkret, flasin tash çysh kanë me zgjedh se nëse Albin Kurti e bën qeveri, sa kemi parasysh, nëse Albin Kurti edhe i bën numrat,
për kushtimisht me diasporë më rrinë 51, me 10 minoriteteve 61. Nëse Albin Kurti e bën qeverin, pa u marrë vesh për president me një parti tjetër, automatikisht veç ja urojmë nga një tjetrit zgjedhjet. Se s'ka rrugë dalje, a plert mi bjen që s'ka çdo bashkëpunim. Në cilin do format Albin Kurti duhet me bashkëpunu me njënën prej partive. Sa të me diaspor mund t'i arrijë nëse ja arrijë maksimum. 40 deputet janë aktual. Jo, me deputet, më falë, se më ja përqindje. Janë po 48 deputet. Së paku lëvizja vetëvendosje mundet me i shtu edhe 2-3, se i poshtë dhe analiza disa personave që në orën e matematikës sigurisht nuk kanë shku kur me majt, po ishin lëvizja vetëvendosje i 78% ose 10%, po më vjen keq për ta. Po s'paku maksimumi që mundet me shtu një parti politike, nëse kur shkrijen tash krejt votat 100.000, lëvizja vetëvendosje mundet me i shtu 3-4%, që do të thotë mundet me i rritë edhe 2-3 deputet, me më rrinë në 51. Kur ja shtojmë edhe minoritetet, mundet me shku në 61. Po a është siguri? Plus, e kemi problemin e Duda Balje, Toma, që Duda Balje nuk e voton zakonisht. Zakonisht minoritetet janë 9. 3 minoritete, jo sërbe, janë kundër Albin Kurti. Duda Balje, Vetoni... Kështu që është tepër probleme edhe me pakica. 3 subjekte politike janë kundër. Një gjë është e sigurt. Prej këtyre zgjedhjeve mesazhi është i qartë. Skena politike ka më ndryshu. Ma nuk kanë mu toleru politikan arrogant cilët një farforme realitetin me qytetar e kanë distancë shumë të lartë. Pra, politikanë cilët nuk e kuptojnë realitetin qytetar, realitetin e momentumit ku jetojnë qytetarët, këta vetë se kam ju ardhë koha se cilit më pastru prej skenës politike në Kosovë. Ka shpejt Visara? Jo, shumë vonë, unë po besoj që është shumë vonë, bile. Të më thonë që kjo ishtë dashtë me fillu shumë heret, edhe shumë ma heret në kohë. Po që nga njerë dhe na dina mja uqë me zgjedhje. Visara, kemi kërku që klasa e vjetër politike të largohet. Ta shërë dhe këta tri tash po kërkojme dhe nga kësa të largohet. Asë njerë nuk kemi kërku që klasa vjetër mu largu komplet. Kemi kërku që individ të klasës vjetër mu largu edhe me posë reforma brenda partive që një farforme mi odhon mundësia dhe trive. Po qka është mase e rëndësishme këto, është që mesazhin të cilin e dërgun qytetarët duke që Albin Kurti me fjalimin që e thanë shesh, po edhe komplet përmbajtjen që kishin Glauku Njufca, Donika, Mimoza pak u mënu me bo filma, po dikush pa tjetër do të medalja të. Foli për mungesën e votave që jo, Foli asë njerë nuk fa se ka hudna, me së të regoj se ka hudna në këja. Do më thonë, përveç asojna, përveç asoj, e përmendje dhe Gjakove, duke sulmu Ardian Gjinin dhe me që kishe në Gjakov nuk arriti mi marë votat e cilat i kishte, pra ishte veç Mimoza Kusari që paka shumë mi aprishi jeshin fjalimeve të lëvizjes, po në tërsi e pom një matunit lëvizjes vetëvendosje mbram, mbi gjitha Albin Kurti për fund, si që duket e la atë qërshin bitort, mi u të regu edhe aktivistve edhe militantve që keni kujdes të shetutje me fjalorin, se gjdo fjallor i tepër mundet me na pengu në proces, edhe besoj që këto pastaj përdorin partit, pa tjetër, mi posti 170.000 qytetar ma pak. E në votat e tua rreth 130.000 ma pak të humbuna, e mus me reflektua të herë... Ta marrë fjallën Toma, do më thënë kritë kjo rezultat, po reflekton pak edhe në atë që dje vazhdimisht gjatë transmitimit direkt që ishë, ma ka që në dhajda dhe këtë kolegët e tjerë, e para që ka të se cili qytetarës që janë të lodhur nga këto zgjedhje, dhe kjo po reflekton tani në votë. Kur vjen të jesh shumë entuziast, nuk duke shi lodhër Ama fitat vetëvendosja për 70%. Luj, dhe më në qa përtojnë, me ndru datën, me ndru në kish në i kravat, dhe me thonë njëjtë. Tema e njëjtë që një vjetë e gjysë. Edhe rezultatet nëse bëjmë krahasimin me zgjedhjet e dhjetorit. Pra, të bëjmë pa krahasimin vota, Besnik, se je i mirë me këto shifra. S'ke mungu në klasë më shta. Po dhe po, i diskutumë, po pëjshohem ta shtaman. Profesorin matematikës të mirë, mi kam su kështu pa i pohis tabelët. A peshe, unë i kam pas që s'kom shku në urtë matematikës. Ja, Toma, sërë që s'ka shku, po Toma ka pas qef rezultatet pak profa më janë dhru. 134.000 vota ose 30%. Që ku është ndëshkim, më po flasë për ndëshkim. Nuk po flasë kush ka fitu, si nuk kena të diskutu, ka fitu lëvizja vetëvendosje. Kush është ndëshku? është ndëshku vetëvendosja. Me 30%, 20% është ndëshku. PDK-ja, dy partit që janë ndëshku mas shumëti. Krasimisht me dhjetorin, po flasim. Që i bjen 50% qytetari i ka po fajtore PDK-në dhe vetëvendosjen. Pse? Ta që ta bojmë qartë edhe pse.
se gjatë gjithë kohës është diskutu që me LDK-n nuk është e sigurt zgjedhja presidentit. Po me PDK-n ka qenë e sigurt. Atëherë pse peçon vendin zgjedhje, nëse kime pas potencialisht rezultatin e njëjtë. Hajde po e zojmë vetvendosja i kish pas pja bëjmë qefin Tomës, edhe 51% prap. Jo, nëse i kish pas 51% vetvendosja. Jo, në prit dhe zaba, A qefe ka jo, veç po du me përfundu. Nëse i kish pas vetvendosja prap 51%, edhe parti tjera të njëjtat rezultate, prap pa PDK nuk ish bë. A e kemi të qartë. Nëse ti shkon në Tomës është pak çështje po Ka që mësë me ndërprej, për ata syllën të respektojnë dhe thëtë që mësë me ndërprej. Kështu, unë këto që shdo që interpretojmë, si cili e këshyra të cikur që është ajo thënja gota gjys plëtë dhe gjys braz, dyjat janë të vërteta. Pa marë parasysh cila parti sa ka hup, do thëtë vetëvendosja është e pare, dhe është do thëtë permanent që 6 vite gjithmonë i fiton. Po je e kuptut për dhe duhet me pranu. Po aja që sheshon, nëse është edhe një vot ma tepër, është fituse tash, nëse na thojmë që tjerat kanë fitu, do të trun janë nuk mundet të me pranu. Është e vërtet, besniku që për thëtë, unë shkollë teknike jam konë, për që s'kom ditë matematik, edhe thjesht s'kom pas prirje për matematik, e kom dru krejsisht dhe kom shkull fakultet juridik. Po letër, se kjo si 2+2 që bëjnë Po ajo që me thonë i ka hupëdin, është sikur me thonën do të thotë diçka që s'është e vërtet në aspekt fitores. E këto analiza që i bën besniku do të thotë që besoj që ka vota tonë. Po, jo që ka dole 2 ose 3. Partitë politike brenda vetvetes që pam edhe Bedri Hamza që tha do ta diskutojmë pse ka deri tek kjo situatë, pak a shumë duket nëse kam kuptuar drejt edhe LDK-ja, por edhe parti tjera. Ata gjithë punësit po pretendojnë që janë fitus. Tu janë nisë prej aleancës PDK-s, LDK-s. Po janë fitus nëse e krahasoj me përqindjen dhe ma që ka pas lëvizjave vetëdijshme. E bën një analizë ndryshe. Ku shkon ato votat e vetëvendosjes pra? Po unë që sheshon, do të po jo tregoj pak kështu si humor. Do të thotë njëri nuk i ka pas punë të mirë, po ka qenë do të thotë shumë lakmiqar. Edhe i lutet Zotit të thaj diçka, a bën bre diçysh me mindrejt punë. Pe shkurtoj muhabetin, thotë ai përgjigjet, e i thotë okay, shka dush ti ko i shis 2 fesh. Thot me ma pru një kërë super të mirë, ja bjen, Zoti një kërë të mirë ati, po ko i shis 2, po ko i prap gjelëz. Thot ma bo një shpi me bazene me tëna tjera, thot po ko i shis 2. Dikur kjo qatë gjelëz, qatë idhnak, do thot qatë shpirt zi, që thot ajdi shka zot, e mena një ko, heq ma një sy. Që ko i shis mja hek 2. Për që të arsye partit opozitare, të vetëvendosje si që janë 2. Po këta e din që janë pompës edhe din që vetëvendosja është fituse. Edhe ajo që mu më pëlqej, do të prej, edhe prej neve që spaku u debatu deri tash u tha, gjuha e moderume e të gjithve. Do të thotë, unë nuk kam pa ditën e djeshme, në i deklarat do të që ka qenë përqarse. Tu ja fillu prej matë madhit, Albin Kurtit normal, edhe prej partis matë madhe vetëvendosjes normal, që deklarata ishte që kanë me bashkëpunu. Edhe njavët në VM, pse nuk e tha Albini, pse nuk e tha Albini ditët në VM, është për shkak deri sa KQZ-ja i certifikon zgjedhje, se s'ka logjik ti me fillu me një herë. Mirë, po ajo shumë shkurt. Ajo çfarë tha Albin Kurti, tha që javët në VM do të prisim certifikimin nga KQZ-ja dhe atëre numrat definitivisht dijen. Në bazë numrave ofrohen marrëveshje të caktuara, sepse pa i ditë numrat konkretisht, ta numra do thotë janë, të cilët janë preliminar apo numrat e parë. Nëse dikush shton 3-4%, nëse dikush hum 3-4%, atëherë bie që ulen negociojnë vetëvendosja. Ajo që u tha nga vetëvendosja, u tha që do të fillojnë me një herë bashkëpunimin apo bisedat për president. Nuk e tha për qeveri, as nuk e tha për kuvend, sepse vetëvendosja pretendon, mendon që numrat kam i pas do të të mjaftueshëm, që lehtësisht mu formu Parlamenti i Republikës Kosovës me kryetare nën kryetar, nuk ka me pas ma blokada për 50 herë, si ka qenë rasti me Albulina Haxhiun e tash e ka presidente, edhe mandoj që për qeverisë ka me pas problem. Problemi i vetëm, vetet prapë tek presidente. Po nëse e bën qeverin, s'ka logjik me boks filloj analizë tonë. Po s'ka lidhje me boks qeverin. Pa e pas parasysh marrëveshjen për presidentin, atëherë si të bëj qeveri. Sa i mund të më edhe 62 vota. Po s'ka kuptim. Tha për presidentin. Jo, po them, edhe nëse ky ka vota. Deklaratat janë publike të shtruar. Unë dëgjova edhe paton Pecin tha e kemi kryer qeverinë e bëjmë na. Apo kupton? Nuk ka kuptim më me fol për qeveri.
se ti nuk e shku në zgjedhje për qeveria, kemi pas qeverinë. Jo. Është çështja e presidentit. Ti ke shku në zgjedhje për president, ti du të më na tregu neve, se cili eksponent i vetëvendosjes, du të më na tregu qysh ka mu votu presidenti, se qeverinë e kemi qartë. Qysh bëhet Se edhe nëse i bën, jo edhe nëse i Unë për shembull e përfaqësoj vetëvendosjet. Ti cilën do parti, në një mënyrë figurative, nëse na i përfaqësojmë partitë që kanë fituar më shumë, atëherë bën që duhet mi prit numrat definitivisht. Lutem, ta dëgjojmë mësuaren se dhe ira më pak me ujë kuadro. Po deklaratat e tyne prom disa oponentëve na tregun që kanë qëllim pushtetin, domethënë qeverinë. Unë te Albin Kurti dul që nuk është vetëm qeveria, po pretendon diçka pak më shumë. E unë këtu besoj që kjo kam na marrë ndoshta një muaj 2 kohë, sikur se kemi pas në 2019 koalicionin e parë mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Mos harrojmë që prej tetorit deri në shkurt kemi pas dikon një periudhë 3-4 mujore që nuk kanë arrit më marrë vesh. Edhe këtu nuk ka me konë shumë e lehtë, pa marrë parasysh nëse është lëvizja vetëvendosje me LDK-n ose edhe PDK-n në këtë situatë, nuk kanë me pas lehtë më marrë vesh për zgjedhjen e presidentit. Nuk besoj që lëvizja vetëvendosje pas këtij rezultati me 130.000 vota minus në këto zgjedhje. Pa marrë parasysh na, okay, pranojmë që lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet, po mos harrojmë që 130.000 që nuk e ka votu lëvizjen vetëvendosje nga hera e kalume, është një sinjal që qytetarët po tregojnë ty diçka. Edhe mbram Albin Kurtin e tha këtë pjesë që na kena me marrë kohën e mjaftueshme me përmbledh kështu për me gjetë një zgjidhje. Me këtë ta gjemi sa kjo është Unë e kam zgjidhjen në Skënderaj. Për president. Po, për president. Unë e kam zgjidhjen. Është me LDK, unë e kam thonë para se me shku në zgjedhje, edhe gjatë procesit zgjedhor që fajtor pse na jemi zgjedhje është kryekput Albin Kurti, Vjosa dhe Lumiri, për shkak që nuk i kam pas numrat që më dhon një mandat tjetër Vjosa Osmanit. Që faza në atë letrën? Mendoj që si kam pas numrat, se kem pas 4 deputet të LDK-s që janë automatikisht. Ti me PDK nuk e shes si mundësi të pamundur. Po besoj që ndoshta edhe një 8 vjet jo. Nëse Vjosa Osmani do të pas përfundimit mandatit saj si presidente, kish pas fjalë krejtësisht tjera, edhe nuk ish hi luga me ato deklaratat që janë krejtësisht pa kuptimta për bën stilin, për 17 shkurtin, ditën e shpalljes pavarësisë, do thotë për kinse bisedime, thuja se të msheftat Albin Kurtit me Vučićin e gjëra tjera, që asaj vetë nuk i beson. Tu janë ish prej bën stilit, po ta më kena thonë 1 milion herë. Ndoshta edhe kish mujt me ardhë në situatë që të propozohet, do thotë ai veç e ka propozimin nga LDK-ja dhe që vetëvendosja ta pranoj. Por situatë të tillë çfarë gatshëm shu komplet këtë far luksi qeveritar, pushtetar që ka. Nuk është çështje luksi, sepse ato janë me zgjedh presidentin. Nëse e konsiderojmë luks. Nëse konsiderojmë luks, nëse konsiderojmë. Çe pe konsiderojmë? Ajo e bie luks shtetëror, nëse më na thonë kështu. Mendon që është Albin Kurti i gatshëm. Jo, se nuk është ajo çështje se Albin Kurti e ka binjen e vet, 1.000.000% që punon për popullin, për qytetarët e Republikës Kosovës. Bindja edhe veprimi dallojnë tash tash na kanë nuk mujna. Se me konë është kishte pas plus 130.000 vota, ose plus 150.000 vota, jo këto të mira që po thotë luksin, i cili vjen bashkë me pozicionin nasun pianale mas Vjosa Osmanit, që e ka faktikisht të përjeshme të tërës edhe pensionin dhe gjitha tjera. Me 50% i kështë zgjidhë punën ma mirë sa Albin Kurti. Jo, ajo nuk e di në Albin Kurti që shë zgjidhë. Nuk për qytetarë, po mas boj ma i gore këta veç për qytetarë se kanë bindjen në Po, më ndesh nga të regu cilën e shes zgjidhje, pra, se... Me 50% se kemi institucione... Zgjidhje nuk ka me pas njerë kërkush s'ka me deklaru deri sa përfundimisht të vjen certifikimi i rezultateve zgjedhore. Që me siguri që kanë me pas kontakte, do thotë direkte, indirekte, edhe me personat saktum, edhe me zyrtar partive të tjera, do thotë vetëvendosja me parti të tjera, por besoj që kjo formulë magjike nuk mund të gjendet derisa KQZ nuk i certifikon zgjedhjen. Pas po flasim për drejtë, ne kuptojmë që jemi të prit rezultatet të KQZ-s. Po tash për shembull se na këto partiti kemi parti shqiptare, partitë shtetit tonë, nuk kanë ai parti themi kështu armiqësore. Subjekte politike me KSH në koalicion marrëveshja me LDK-n. E tash LDK-ja do thotë e ka të propozuar me presidente, për presidente. Vjosa Osmanin nuk e di sa do të jetë e përshtatshme tash për lëvizjen
vetë vendosje pas tyre deklaratave që i ka bo Vjosa Osmani në këtë periudhë kohore që ka qenë do të thotë për periudhë 1 muaj apo 2 mujore. Nuk kanë pas arsye mos me votu tash kanë arsye deklaratat. Qytetarët e Republikës Kosovës nuk ja harrojnë dekretimin e 6 marsit. Për shkak se faktikisht e shpërndau Parlamentin e Republikës Kosovës, i cili parlament e ka zgjedhur atë si presidente, e nga gjykata kushtetuese doli që është e kundërligjshëm dhe gjykata kushtetuese ka qenë jashtëzakonisht e kujdesshme dhe i ka bo favor Vjosa Osmanit, që nuk e ka shkruar do të thotë që është e kundër kushtetuese, sepse është kundër kushtetuese. Po thjesht e ka zbut termin që mos më marr pastaj në Parlamentin e Republikës Kosovës edhe ja të shkarkoj. Edhe po që se të shkarkoj, normal që kur ma nuk ish mujt me qenë presidente, po dhe gjitha benefitet që Besniku e tha me të drejt, apo Visari, që këto benefitet që i takojnë si presidente nuk ish mi pas. Mirë po, situatën çfarë e kemi tash për tash, mendoj që gjithë fillimisht duhet mu qetësu, mi prit rezultatet edhe me pa për të mirë të shtetit shka po bojnë. Tu e dit na... Ma qëtë s'kanë qenë subjektet politika, unë po thëmë që na, do të thotë na, apo partit politike, udhëheqësit politik, duhet me dash shtetin, jo bashkëm vetë-vetën, sepse aty janë për shtet, nuk janë për vetë-vetën, edhe mendoj që duhet me qenë një parti stabile, me kone kryoj, nuk e dit, unë besoj që tash lesisht mundet me hynë variant edhe alianca. E qartë, besme, cilin koalicion e shesis zgjedhje kur vjen të çështja e presidentit. Ndryshimi për aliancën është konsideruar se për shohin bazë numrave që është pozitiv, edhe ndoshta mundet me qenë edhe ai version, do të thotë që me hynë bashkëpunim me te, me LDK-n apo me partitë të tjera që i bie. Shpesh është bërë analiza që pra pas rezultatet Albini dhe Vjosa do të përfundojnë bashkë. Dëgjoj, kisha dashur. Nuk ka kur gjë të keqe nëse i përheqja e deklaratat e saj. Për analiza që. Thirrjet e mia në studio kanë qenë të vazhdueshme që skena politike ka nevojë për një stabilitet sepse nuk mundet dhe nuk duhet një parti politike me udhëheq me gjitha institucionet, kush do të qoftë. Edhe prindi jam me qenë si shkon në rregull me i pas këtë benefitet. Këtë i kam dyshim. Po du me vazhdu. Ani ju vazhdoni me i pas dyshimet. Që në pas krejt benefitet prindi Albinit bën. Jo, s'kisha me dash kur. S'kisha me dash kur me po një subjekt politik në Kosovë që mundet me udhëheq me krejt institucionet. Uroj edhe besoj që kur s'ka me ndodhë dhe kur s'jemi na një gjë e tillë. Ajo çka është prej meje, kisha dash me i shërby qësoj gjuhës bashkëpunuese deri në fund, nashta edhe mos me spekulu, as mos me nxit mes partive politike, po një diçka që s'ka me ndodhë, që jam 100% i bindur, është që Albin Kurti nuk bashkëpunon me Vjosa Osmanin. Këto ta kemi parasysh për presidente, po flas. Në asnjë format. Krejt arsyeja pse na kemi shkuar zgjedhje është se Albin Kurti s'ka dashur me bë Vjosa Osmanin presidente. Kjo është edhe kushdo që i hen fellit kësaj pune veç djegët keq, se e kemi pa për aeroplanit. Albin Kurti nuk e don presidente Vjosa Osmanin, nuk e di çu shko me shkruaj ndryshe. As më ta shpjegu. Në asnjë format s'ka dashur as me fut as pjesë gjuhës vet nuk e ka pas. Kur ka ardhur puna, hec se ka për me. Kur ka ardhur puna. Po tash ka bë mira keq na jemi të shkuar zgjedhje, to më bën më. Dash thymjet një thymje thymje se ka bë Albini. Dëgjoj, arsyeja pse i kemi pas ato kandidat zori që i ka qit Albin Kurti, kanë qenë më të kallëzuar që nuk jam ka du më të pas as pjesë diskutimit Vjosa Osmanit. Dhe të jeni të bindur deri në fund debateve, mundësive të koalicioneve. Në çdo format kemi me pa tash Albin Kurtin ka me tentu me ik në çdo formë diskutimit që Vjosa Osmani mund të jetë kandidate për president. Ai ka me kërku prej partive politike, sepse ai do ta ketë tash do t'ju thotë partive politike edhe PDK-s edhe LDK-s që nuk mujna me bë Vjosa Osmani presidente se ka garuar zgjedhje. Qysh mujna me bë presidente një njeri që ka garuar zgjedhje, na pedojmë një njeri jo politik. Që është jo politik. Po Albini harron diçka, që në 2021 me Vjosa Osmani ka garuar zgjedhje për presidente. E për çtop këta harrojnë se gjonat kalojnë shumë shpejt. Sa vetëvendosje vazhdo me zonën e Rushitit me kandidatë. Vetëvendosje për menimin tem, ka me vazhdu me Glaukën Jumcën. Jo, unë mendoj që Glauku do të jetë një, edhe jo rastisht e kemi pa dje Glaukën si figurë kryesore me mikrofon dorë. Edhe që ju dojnë para qytetarëve, e dha një mesazh Albini edhe ja bëj këtë farë përshëndetje, do farë drejtim dorës, që e keni një figurë të rëndësishme përpara edhe bile thirrte prapa emrin e tij, mendoj që e dërgoj një mesazh. E dërgoj që është ushtruese e detyrës së presidentes. Kryetare e parlamentit, nuk ka, ajo është ushtruese përkohshme detyrës, nuk ka synimin. Po unë mendoj që në asnjë format
Ajo që ka s'ka me ndodhë, është që Albin Kurti... E ka thënë që edhe në një intervistë se këtë e po është më bërë realisht rrugës, ishte se nuk e di momenti kur ka qenë, që nuk ka ambicje për nështruse e detyrës. Deri në sekundat e fundit, Albin Kurti punoj, do të angazhohet që Vjosa Osmani mos jetë presidenti e Republikës Kosovës. E dyta, që është me nësime potencuar. Po do të ka mundësi për ty që bashkëpunon në ndonjë variant. PDK-ja përmendi Visari diçka që është shumë e të drejtë. Albin Kurti e ka parasysh të çdo bashkëpunim me PDK-n në një situatë tjetër zgjedhore, lëvizjen dhe vendosje e lëvizje dhe më poshtë se sa kaq. Kështu që arsyeja pse ai nuk bashkëpunon me PDK-n është pikërisht kjo. Por ditën kur do të konstituohet kuvendi, do të jetë dita kur ne do ta përcaktojmë, besoj që na shtolla kena me qenë bashkë, atë ditë kam u vendos, a kena me pas zgjedhje të reja mas 2-3 muaj apo jo. Nëse Albin Kurti e konstituon kuvendin, e zgjedh qeverinë, atë ditë pa marrëveshje për presidentin, veç ju thëmë, Amer, mos bën kur fak termini. Ajtës do termine që i patë ma herën, do të me i shty. Mos të besë në bëqë PSD, se është marrë shumë PSD, edhe me mediat, po gjithësësi, PSD ka pas fushatën me shumë vedëm. Që ka ndodhi me PSD, pëse nuk funksionoj? Ecë pak të poshtë tabelin. Jo, pyetja është se po djetë rezultati. Pëse nuk i funksionoj PSD? PSD-ja, fushat komplet gabume. Pse ditës pare ku kritikun në studio. Edhe këto. E ka bo fushatën ma shumë ka tinglu si arktim për njerës se so seriozitet. Njerëzit e kanë pasur një lloj aspekti PSD këto. Se pas ka futur listin, do ta me ditë saktë sa në vota i kanë marrë kreatorë, kanë marrë shumë shpërndarje, shumicën e shpërndarje. Janë komplementuar shumë për kreativitet. Ja e kemi PSD-n me 0.27%, Toma ndoshta e ka më afër. 1883 vota. Unë kam thonë që se prek PSD asnjë përqind. Mirë. Nuk është mirë. Apo testën syta? 1883. PSD-ja është interesant. PSD-ja vendosin me i shfrytzu, në kuptim për thëmë me i shfrytzu, sepse partitë politike normal që thirren prej medjave, po tentoj me bë edhe një lloj tereni, kështu një lloj nëpër media, shkoj e boni një gjero, se s'mu kujtoj ke fjalla faleminderit tonë. E boni një show mediatek me do disa për opozit. Unë kam thonë, kur ti merresh 2 javë ditë me Paris Gurin, që është një deputet i lëvizjen, ka qenë një deputet i LDK-s, një djalë i ri në LDK, që nuk është talon e i faktorës skenën politike dhe merresh 2 javë, unë nuk po kuptoj që shpo dënë me u fut në kuvend. Edhe që të shërë që i ka marrë, që të shpërndari, i ka marrë për lëvizjet vetëvendosit, ja bo qefin, vetëvendosit e ka bo pak qefin PSD-s, mas i kanë dalë në televizor dhe i kanë bo do video, hajde t'ja shpërndajmë për mi u dhonë pak popularitet. Për ndryshe, është ditë që PSD-ja nuk është marrë seriozisht për qytetarëve. Strategjia që me luftu, në thojza, me kritiku opozitën, me idenë që po merë vota prej opozitës dhe prej njerëzve që janë pak nash prej opozitës, pa i ka qarcu po që? E kanë qarcu, po. E vërtet është për Po, mendoj që vërtet PSD-ja në kuvend do të ishte një opozitë e fortë. Unë kom dash me po. Do të bënte zhurmë, do të ishte zhurmshme. Dëgjoj, kur bëj kritik, që thojmë ne kritikoj ato që e dën. Por një me kum dash me po PSD në kuvend, po s'mund është me bërë si lloj fushatë. Më thonë, aktiviteti i PSD-s, për shkak që edhe jashtë kuvendit këta vazhdojmë në konë më aktiv se sa partitë e tjera opozitare. Mirë po që qasja e tyre ishte gabim, po ata ishte në një situatë disfavorshme për ta, që më marë me Albin Kurtin, automatikisht ishtë ditë që aty e kanë të humbun. Edhe kanë dalë në formën që me tentu mi kap njerës të pak maqën. 170.000 njerës që s'kanë votu, asë një nuk ka pravu. Kanë tentu me marë vota prej partive opozitare, ose votuzve të partive opozitare, cilët kanë qenë pak naqën me partitë opozitare, tu premtu që kanë me kanë opozit me forte dhe fuqishme se sa këta tjertë. Na e kem pas një opozit, na s'kem pas nevoj për opozit, na kem pas nevoj për një parti e cila në platforme... Sot nuk kem nevoj për opozit, sot kem nevoj për një koalicion që zjedh problemin. Po dhe opozit që është konstruktive, që është aktive. Një opozit konstruktive, cila ka dalimet mëdhaja ideologjike, nuk mundet me të pru ty opozit fuqishme mrena parlamentit, edhe këto e dinë, për këto e në koshjen, ekip PDK-n edhe aleancën që përputhën, po me LDK-n janë milje largë njëna tjetërës. E kështu që PSD-ja vetëm ngabim e ka bërë që nuk është bashku me na njënën për partive politike, me qunë ndoshta 2-3 deputet, për ndryshet të vetëm këta sot do zgjedhjet në banë, nuk besoj që ka në mujtë njerë me shku në parlament. Ton për ty? Fale, kemi një rekord zithë që pjesëmarrja në zgjedhjet e 7 qershorit më e ulta në histori.
Po, numri po të regon vetë, do të thotë nëse i marrim këto që Ajda po mi teston sytë, e që është 1883 vota, do të thotë është diçka minore. Unë besoj që nëse të kisha pyet për VV-n, garante kështë rrit shifrën, po ke PSD-ja për fat mirë. Po edhe kështë të thonën edhe veç mi ndru renditjen, edhe në prej 43 mi bo pak më ndryshë, mi numra pak më ndryshë. 43, Jo, e kom këshyrën e të KQZ-s, para se me hy, që i ka kalu 43. Kur? Që kjo është rezultatet nuk janë definitive në basë në PSD-ja gjasa s'ka pas. Edhe me qenë si s'ka pas gjasa, do të thotë ajo çfarë ka bërë, do të thotë me këto publikime, e kanë zgjedhur atë mënyrë, Bisari e tha, ndoshta po që se do t'i bashkoshin ndonjë partije tjetër. Do të thotë kanë mund të kenë gjasa, të kenë një apo sa deputet që ka qenë e mundshme, po kështu e vetme, edhe duke e ditë që antarësia e lëvizjes vetëvendosje, por edhe ata të tjerë që e majnë mene dhe e dinë se s'ka ndodhur para 100 vjetëve, do të dalja e tyre një nga ne spektakulare, do të nga lëvizja vetëvendosje me qëllimin e vetëm që tentativa e tyre ka qenë që ta dëmtojnë vetëvendosjen, ata nuk kanë dalë në grup, kanë dalë një nga ne, do të thënë thuja se çdo ditë kemi pas daljen e vetëvendosjen. Po jo, po thonë që këta kanë bërë gabim, jo, po tash këta kanë bërë gabim prizmen time, që nëse kanë pas probleme brenda lëvizjes vetëvendosje, edhe janë identifikuar sa kanë qenë 4, 6 apo 12, me dalë gjithë për një herë. Edhe atëherë konsideru ndoshta një subjekt që sepse dalin, po që ta marrë shembull për me qenë unë i qartë, ka dalë nisma. A ka dalë nisma prej PDK-s, por nuk kanë dalë një nga ne. Nda, është formu një subjekt i ri politik, edhe krejt në regull. Po që se këta do të dilin ditën e njëjtë, apo kohën e njëjtë, do të thotë për afërt, ndoshta i konsideru si një subjekt serioz. Mirë, po dalja ka qenë e qëllimshme me spektakle të tilla, koalicioni që tha me AKN, mirë, po prap aty s'ka pas asnjë deputet, edhe janë çështje të cilat vetë qytetari themi i lexon ndryshe dhe nuk jetë vota. Vetëm një ditë pas zgjedhjeve ka deklarime nga kandidat për deputet nga lëvizja vetëvendosje, Arbresh Hyseni Kryeziu, mos e besat. Kandidat. Edhe pak. Jena aty i prit këto rezultate për deputet. Ajo thënë që i ka reagu Vjosa Osmani dhe thëtë nuk e more mbështetjen që pretendoje të votoj nëse vjen emri yt në kuvent. Pra deklarimet e para që nga lëvizja vetëvendosje nuk do ta votojnë Vjosa Osmani. Vetëvendosja vështirë ka me pas, do thotë me gëlltit këtë çfarë ka thonë Vjosa Osmani kundër vetëvendosjes, po kundër Albin Kurtit gjithmonë. Ajo herë ka përmend, herëse ka përmend, po deklaratat e saj kanë qenë skandaloze në raport me vetveten, me veten e saj. Pak a shumë të tregon se këtë tjetë qëndrimi gjithve brenda VV-s. Sa Mustafa Sargati se vis, edhe i kam shku me boka. Nëse një parasysh gjuhën i bie. Ose Vjosa Osmani në 2019 dhe kanë shku me Chavez. Edhe kanë bërë koalicion, jam kanë shku bashkë. Unë nuk po them që mundësia nuk ekziston, unë diçka tjetër ke su thon Besnik. A është do të thotë Dami që ja ka bërë Vjosa Osmani ja ka bërë vetvetes, jo vetëvendosjes. Mirë, po a ekziston mundësia, edhe shpresoj që po, në interes shtetit që gjanat të ndryshojnë për smiri, besoj që po, sepse këta privatisht, shumica prej tyre, do të ta nuk jenë armiq që shishumi armiq politik brenda parlamentit. Si dalin, pin kafe, shkojnë drejta, darka, bashkarisht. Në një gjë po bijem dakord, që është mesazhi i qartë për partitë politike, që duhet të ulën dhe të bashkëpunojnë. Sigurisht. Kjo është e qartë. Ne do të kemi edhe një panel tjetër pikërisht për këtë që ndodhi, por edhe për të tjera që do të flasim. Ju dëshirojmë që mos më na thirrni mas një 3-4 muaj vetë për temat e njëjta. Për zgjedhjes nuk ju premtojmë. Për zgjedhjes vim më. Jo, veç keni parasysh Amel. Çdo ditë keni me pas si deklaratat kandidatëve vetëvendosjes. Që dërgojnë mesazhin që Vjosa nuk pranohet me qenë kandidatë. Kështu që çato që thash fillim keni me po, veç mi marr pas seriozisht kur janë në parlament, se tash si kandidatë. Ja, nuk e thot një fjalë që s'është kandidate. Thot fjalë që s'folën brenda. Po natyrisht, është e rëndësishme të shohim se sa parti edhe menon që nuk bëhet deputet dhe thot ai fjalë të mëdha për zgjedhjet. Është e rëndësishme pra të shihet se sa partitë pas këtij rezultati do të jenë të gatshme për të bashkëpunuar, sidomos natyrisht partia fituese vetëvendosje.